Ti tha nuk po shkon luft me vdek, po me fitue. Duhet me thonë këtë shpreje. Unë armikun e vras për atë dhe e vras për Kosovë. Mos shko me atë pari mun e vdes. Jo, unë e vras. Thash, po bënit fole ati vëqins, ne tash e kemi rompën pasum, po edhe disa ditë magistral kemi hell, edhe kemi të apreju dhe në edhe magistral. Ofanzive e shtatorit me 15 shtator, në ora 7:30 kanë invadue. Ne kishëm pozicionet tona, një 3 ditë e 3 net rezistuam. Por për fat keq, erdhen prej lapi. Fakt që duhet të them vërtetën, s'kishin mujt me rezistue, shumë pozicione ishin thyje, edhe të lapit, po edhe të qalës. I vetmi pozicion i shmet që a joni aty në pasum. Bilim kujtohet, po i bje shkurt se shkon bisedë dhe gjatë pa fund, Emin Begu, në gjatë e dia Faruk Beqiri që sot dhe dëshmor, prej komandes Briten. Ali tha do të lëshësh pozicionit se është uanë drejtim tonin, thot një forcë, se fakt të na si lug aty nuk shiet. Thot me rezistun, s'ka gjasa. I shumë shtirë me lëshu pozicionit. Edhe pa i tha mushtarve do të me lëshu se s'mojnë rezistojnë veç, se nuk o fitore. Ka qenë një oficer në Tiran, një Aqif Kurti, oficer jenë Verhuq. E ne thash, po, gjithherë thanim, na vdesëm për Kosovë. Tha hiq në këtë term, nuk o term mushtarak. Ti tha nuk po shkon luft me vdek, po me fitue. Duhet me thonë këtë shpreje. Unë armikun e vras për atë dhe e vras për Kosovë. Mos shko me atë pari mun e vdes. Jo, unë e vras. Pa, mos shko tha me këta. Edhe fakt, po, kur po i thëmë se duhet të lëshojmë pozicionet, se s'mund të rezistojmë, beso burë, po dy ushtarë edhe kanë qajtë. Nuk e lëshojmë. U lësho se s'ka gjas. Kur e në hy me automjete, dikun 200 e për veç automjete që i kanë numërua. Se i shumë mes një pjesë, po që ishë lazë i brincave thirët, këta në dolen pas shpine edhe vdashtë. Pas kësaj, ofanziv shtatorit, ta që në kaloha si zavens komandant për morale politik. Do me thonë, po deri në fund luftës, kam qenë në qatë sektor. Që qaja shumë e lunë rolin. Ja, ku ju më bazuën? Unë e kom shiqua shumë filmat Shqipërisë. Edhe pa, se komisari politik luftën e dytë botnore kom për ushtrin shqiptare. Komisari politik ka qenë numër 1. Dhe, unë e të shiqua si filma, që këshin formu këtë sektor, se duhet me dalë me komuniku me masën, me dhonë moral masë, më njoftu për qëllimet e luftës tonë. Kjo e ka pas efektin shumë. Pse? Sepse popullet ty po të sheni s'ti kome. Po tash do të me dalë atë popull ti me njoftu. Për çka jetu luftu? Për çka po lufton? Po, cili është qëllimi, objektivi jytë, do me thonë kjo e ka pas efektin. Po, e njoftoj shumë, bashkëpunoj shumë me masën me popullin, dhe kjo e ngritë shumë moralin, ne do të fitojmë. Ka qenë shumë interesant, deri po në Cerojë në Bistric, ku a funi shalës atje, që tash për fat keq janë me komunë të Liposavicit, deri atje, po shkonim të i të bu masën në Bistric, po në Dedi, janë shumë, se 33 fshatra i ka shala dikon. Po, shala mjerisht shumë u bëshatis, se migrimi kanë zbrit dënë, vështëri dënë Mitrovic, edhe popullat ka pas shumë pak. Atë rompën e kemi vendosë, sepse, po, kur arshim prej vushtërije, se arshim për Smrekonisë, që e rrugë e lidhë, bile ka qenë arterja kryesore që i ka lidhë, po, Shalë e Lapë, bile deri, po, edhe me Galap, deri ka, edhe, po, edhe Nëna Maravë. Do me thonë, ka pas rast, mu më kujtohet që është na Ahmet Isufi, po kish pa ardhë aty, po me dalë tash, por lapë në Gollak edhe me shkuen. Do me thonë, e vetë një artere, po që ka qenë që aty ka fshati jonë, me dalë, po i përmeni, Rashan, Mazheq, me dalë Bare, Bajgor, Kaçanol, në Dobratin. Do me thonë, me hynë lapë, e vetë një artere.
Dhe ne vendosëm një rampë aty pak a shumë, po me kontrolu kush po hyn, kush po del. Dhe, fakt, i kish dërguar njerëzit. Na ka thonë, ba mo hjek prej atyt. Ku me shkuana, qitë në rampën mal dikun. Bile, edhe tjetëren, po se ajo konë nërë fshatonin. Ato kemi njofë si fmi, kur i ka ruë dhatë që asajde, po dele, qatë vëqinen. Po, bile, kishu njerës, thuja li pasëms, po, ta dho edhe pasaportin e krejt i dho. Dhe kjo bisedë që është bon po në prezencën e njerëzve, se unë nuk bëj bisedun ashtu, me dëshua njerëzit. Thash, po bënit falë ati vëqinës, ne tash e kemi rampën pasëm, po edhe disa ditë magistral kemi hedhë, edhe kemi të apreju dhe në edhe magistral. Edhe fakta, ne dinim se është një breg aty, lazi i brincave, bile shumë herë dalë shumë e vëzhgoj shumë, kemi kujdese, i pari tank që gjunë ka me gjunë në rampë. Dhe kur duhelen që ashtu ish pozita, fakt, para predh e ka gjuhë rampën. Dytën predh e ka gjuhë shpinë e Ahmet Ferizit. Kur e ka gjuhë shpinë e Ahmet Ferizit, hupi kulmi mos s'kish. E ta ish i ka fillu. Atë fshatin tonë e digjen tërsi. Edhe fshatin tërlaboq edhe shalin krejt e digjen.